Përshëndetje të dashur ndjekës të mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin në kanalin Monitor TV, këtë herë për të ndaluar dhe të flasim pak për Egli Takon. Egli Tako, si ç'duket në çdo ditë, po na surprizon të gjithëve, po na befason të gjithëve, po na jep po na shijon në fakt me pamjen e saj. Tani, sot jemi ditë e martë. Në qoftë se këto fotografi të cilat Egli ka postuar në Instagramin e saj, ju po i shikoni poshtë meje, ja këtu poshtë i keni. Do të bëheshin fotografi që Egli Tako do t'i shkrepte nga pamja që ka grimuar veten për të qenë pjesë e xhirimeve të Yes Day, do t'ishin në ditën e ejte. Por këto fotografi, si ç'duket, Eglin e ka kthyer pak në nostalgji. Një herë e kanë kthyer në nostalgjinë e Rokut, sepse ashtu e ka shkruar, që domethënë më kanë kthyer në nostalgji, por si ç'duket Egli po punon dhe po bën gati videoklipin e saj. Ju e dini shumë mirë se në një pyetësor që Egli ka bërë në grupin të hapur në Instagram para 2 muaj, nëse nuk gabohem, ka qenë pyetja se çfarë dëshironi që të sjell pranë jush, domethënë çfarë dëshironi që unë të bi pranë jush, çfarë këngë, ka patur balad, ka patur ritmike, ka patur këngë të ndryshme. Egli ka thënë, publiku ka përcjellur baladën dhe Egli si ç'duket vendosi që të sjellën baladën dhe mbaj mend tek grupi në Instagram ka sjellur një pjesë të kënduar vet, domethënë ka qenë kështu a capella. Por si ç'duket, Egli ka ardhur fuqishëm me videoklipin që do të na e sjellë së shpejti. Ajo ka treguar që këngët do të publikohen tashmë në kanalin e saj zyrtar, edhe pse nuk e di në qoftë se është hapur, por nuk kemi një deklaratë nga ana e Egli që është hapur kanali i saj zyrtar, sepse kanalin tjetër ja mori Onima, sepse Onima e kishte menaxhuar atë kanal për monetizimin dhe publikimin e këngës. Ai kanal është i kthyer Onima, që ka qenë e postuar kënga e Eglit jetë, domethënë të gjithë këngën ja ka marrë Onima. Por mbi të gjitha, si ç'duket, po presim një baladë që ndoshta do të jetë një baladë e stilit rock, sepse edhe veshja e Eglit është e tillë, është e zezë me ka varur një kryq në qafë, domethënë stili i tillë që tregon që Egli po na sjellën diçka më ndryshe nga herët e para që Egli ka sjell edhe ka punuar, domethënë po na sjellën diçka pak me intensitet më ndryshe. Do dua të marr mendimin tuaj se si ju e komentoni këtë, se si ju domethënë e shihni këtë ardhjen apo këtë prurjen e Eglit para se Egli të bën tashmë publike edhe prezencën e saj në Big Brother VIP Albania 5 në këndin e moderatores në fan club, dhe më pas domethënë të kuptojmë se për çfarë këngë bëhet fjalë dhe për çfarë detajesh bëhet fjalë rreth kësaj këngë. Vetëm unë e di që është një baladë shumë e bukur që të gjithëve do të na rrëmbej me prezencën e saj.